Në zemër të Dugagjinit, ku toka flet historinë e trimërisë dhe nderit, qëndron fshati Strelc, një ndër vendbanimet më të lashta e më krenare të treves perëndimore të Kosovës. Jo vetëm për bukurinë natyrore, pozitën gjeostrategjike, por për rolin që ka luajtur ndër shekuj në ruajtjen e identitetit kombëtar edhe në qëndresën e ndaj pushtuesve të huaj. Që nga koha e perandorisë osmane, pushtimeve serbe e deri te lufta çlirimtare vitet 90-ta, Strelci ka qenë vatër e paqes, por edhe arenë e rezistencës. Burra e gra të këtij vendi, brez pas brezi, nuk e ulën kur kokën përballë padrejtësisë. Fshati u bë strej për të përndjekurit edhe për më shumë familjet shqiptare në kohën e luftës. Ajo ishte simbol i mbijetesës dhe i mikpritjes. Brez pas breznie, nuk e ulën kur kokën përballë padrejtësisë. Fshati u bë strej për të përndjekurit dhe për shumë familje shqiptare në kohë lufte ishte simbol i mbijetesës dhe i mikpritjes. Të Strelcit në komi janë shumë, ka një Strelci po ushton, një spetukaj po luveton, një zot fortrimi e lëshon, pritën shkive janë kishën zone. Një spetukaj trim drangu, ka një shkijet Dugagjini, në përgjithësi që përfshin qytete fshatra si Deçan, Gjakov, Junik, Epej e Mexher, ka qenë qendër e organizimit kombëtar dhe një ndër bastionet kryesore të ushtrisë lirimtare të Kosovës, gjatë luftës së vitit 1998-99. Popullsia e kësaj treve i doli zot vendit me pushk, me mendje dhe me zemër, duke mbrojtur çdo pëllam tokës shqiptare nga spastrimi etnik dhe dhuna barbare e ushtrisë serbe. Para se të nderojmë heroin Ismet Tukaj, një artiste e re, Adisa Shabane, ai ka përgatit një këngë për heroin Ismet Tukaj. Pas përfundimit të këtyre tingujve dhe kësaj këngë, do të nderojmë me një minutë heshtje pranë shtatorës heroit Ismet Tukaj.
Përshëndetje, kisha dash 1 minutë dërim për heroin ton Ismet Ukan. Ishte pikrisht në këtë kontest historiku që lindi dhe urreti Ismet Ukaj, i biri i Strelcit. Lavdi. Në këtë përvjetor, ku shënohen 27 vjet nga rënja e heroike e dëshmorit Ismet Ukaj, i cili dha jetën për të mbrojtur civilët shqiptarë gjatë ofansives së forcave serbe në pranverë të vitit 1999. Ismet Ukaj, i lindur e i rritur në Strelc, u edukua me ndjenjen e drejtësisë, lirisë dhe dashurisë për tokën e vet. Në ditët më të errëta të luftës, ku makineria serbe ushtronte dhunë mbi popullsinë e pambrojtur, ai nuk qëndroi me një anë. U bashkua me radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe u bë mburoj për fshatin e tij dhe për banorët e zonës. Me 25 maj, në përpjekje për të evakuar dhe mbrojtur civilet nga sulmet e egra të armikut, Ismeti u vra me armë në dorë, duke u bërë dëshmor i lirisë. Vdekja e tij ishte një plagë për familjen, por një nder për kombin. Ai nuk ra për të vdekur, po për të jetuar përjetësisht në kujtesën e një populli që sot gëzon lirin falë sakrificave të tij. Në këtë ditë për kujtimi, në nder të jetës dhe veprës së Ismet Ukajt, fshatin Strelc u organizua një aksion simbolik i dhurimit të gjakut, me pjesëmarrjen e 10 qytetarëve të rinj, e të moshuar, të cilët dhuruan gjak për të shpëtuar jetë. Një akt që pasqyron më së miri frymën për të cilën ra Ismeti. Në moton gjak për jetë, në kujtim të atyre që dhanë jetën, ky aktivitet u shndrua në një përkujtim të gjallë domethënës, duke treguar se gjaku i dëshmorëve është udhërrëfyes për veprat e mira dhe për angazhime njerëzore. Strelci, përmes historisë së tij dëshmon se toka që lind heronj është toka që nuk përkulet. Ismet Ukaj është pasqyrimi i shpirtit të kësaj toke, një shpirt që nuk vdes kurrë. Në këtë përvjetor, përulemi me nderim dhe respekt para veprës së tij, duke besuar se gjaku i dëshmorëve është themeli më i fortë i lirisë sonë. Ismet Ukaj trim dramu, ka një shkiet me i sulmu, lufte dhe ko ka shpilu, shumë ka vroj ka pagu. Ismet Ukaj moshtrinis, ra heroi i kësaj liris, ty të pojnë gjallë gjithmonë e jetë, në zemra tona ti kembet. Dikur, kjo tokë edhe pse e jona, nuk na është mundsu me punu, mu zhvillu, me jetu. Shumë prej nesh, ndër breza, jem detyrue me i marrë rrugë të mërgjimit. Pra në Kosovë, para luftës po flasë të shi shqiptarët të Kosovës, shumë njerëz e kanë çu këtë vend, kanë çu këtë tokë. Edhe ata që luftuan për liri,
pjesë e tyre anë dëshmor, një pjesë në gjallë, ata që morën rrugën e gurbetit, po ashtu shëndanë Kosovës. Po luftë u bëmë gjithë bashkë, gjitha mënyrat, po ja dhe sot s'pëndohen Kosovës. Pra sot jemi dëshmitar që familja Ukaj, Akija, Blasni, i ka njëtë komunës tonë, Kosovës, edhe një resort Kashmir. Pra një pikë gastronomike. Gastronomia në përvene, o shpivu shumë në përvene të ndryshme, po një këmë traditë të gastronomisë, kuzhinës, mikpritjes. Edhe unë besoj që pra pikisht ky restorant sot, kjo pikë gastronomike, kjo nyje, që i kërshëton vlerat tona, tradicionale, shqiptare, por edhe do përvoja gastronomisë franqeze, që është e njohtë në botë, e lavdume për gastronomi. Unë nga zemra ju uroj sukses, uroj që punojnë shumë të ri këto, e uroj që të vinë njerëz nga gjitha trojet shqiptare, e veçanisht të shijojnë këto bukuri që i ka kjo zonë, pra që ja ka falë Zoti, këtë natyrë bukur e këtë në Kashmir. E këzof që ja këtë në familje. Lejën e juja, lejën e juja. Urime. Këtar urime. Va urime. Urime. Kryte marën jetë. Urime. Urime va. Urime. Shalafat. Sa shoqë, urime tonë, urime gjithë. Urime, fat. Urime gjithë. Urime. Që u nëjshë të shpishë. Hajde për borës. Hajde vlodit, hajde.